Të nderuar shikues, ju përshëndes, do t'jemi së bashku në minutat e ditarit informativ ku ndër të tjera do të ndiqni. Në ditën botërore të autizmit në qendrën terapeutike të fëmijëve në Gjirokastër, ku marrin trajtim rreth 64 fëmijë, u zhvilluan një sër aktivitetesh sensibilizuese me pjesëmarrjen e stafit, prindërve dhe të vegjëlve. Drejtuesit e qendrës përcollën apel për prindrit, duke i ftuar të thyejnë tabun e izolimit dhe të kërkojnë mbështetje profesionale sa më herët. Kjo ditë sjell në vëmendje edhe historitë sfiduese të prindërve që rrisin fëmijë me këtë spekter. Një prej tyre është ajo e zonjës Bina Ganxha, e cila që në moshën 2 vjeçare të djalit kërkoi ndihmë profesionale dhe nisi terapitë specializuara duke mos u dorëzuar asnjëherë. Ajo rrëfen udhëtimin e saj prej 8 vitesh plot forcë, durim dhe mirëkuptim, duke u kthyer në shembull frymëzues për prindër të tjerë. Pranvera ka sjell turistët e parë në zonat rurale të Gjirokastrës, duke hapur sezonin turistik dhe rritur interesin për bujtinat lokale. Vizitorë nga vende të ndryshme shprehen të impresionuar nga mikpritja, natyra e paprekur dhe qetësia rurale. Rezervimet për muaj në vijim janë në rritje, duke krijuar pritshmëri pozitive për turizmin rural dhe zhvillimin e ekonomisë lokale. Prej vitit 1967, data 2 prill, ditëlindja e një prej shkrimtarëve më të dashur për fëmijë, Hans Christian Andersen, është shpallur si dita ndërkombëtare e librit për fëmijë. Sot në këtë kuadër biblioteka Tasim Gjokutaj organizoi aktivitetin e titulluar Libri Miku Ynë. Ju njohim tani më gjërësisht në ditën botërore të autizmit në qendrën terapeutike të fëmijëve në Gjirokastër, ku marrin shërbim rreth 64 fëmijë. U zhvilluan një sër aktivitetesh sensibilizuese me pjesëmarrjen e stafit, prindërve dhe të vegjëlve. Drejtuesit e qendrës përcollën apel për prindrit, duke i ftuar të thyejnë tabut e izolimit dhe të kërkojnë mbështetje profesionale sa më herët. Në kuadër të ditës ndërkombëtare të autizmit pranë qendrës terapeutike për fëmijët në Gjirokastër, është zhvilluar një aktivitet sensibilizues, ku prindër, specialistë dhe fëmijë u bashkuan për të përcjellë mesazhin e pranimit dhe mbështetjes për fëmijët me çrregullime të spektrit autik. Është një ditë sensibilizimi për fëmijët me autizëm. Një thirrje kisha unë për prindrit që vështirësinë e parë që shikojnë tek fëmijët i drejtohen qendrës tonë, sepse një vonesë e prindërve sot është një kosto për fëmijët nesër. Të gjithë fëmijët e shikojnë botën me sytë e tyre, edhe fëmijët me autizëm e shikojnë botën me sytë e tyre, por e shikojnë botën, do thoja unë, me më shumë ngjyra se ne dhe se kushdo tjetër. Kemi një sensibilizim shumë të mirë të prindërve. Vështirësinë e parë që shikojnë tek fëmijët janë drejtuar qendrës tonë. Gjëja më e mirë që është bërë këto kohë e fundit, do thoja unë, na që flitet edhe shumë për këta fëmijë, është që i kapin fëmijët në moshë shumë të hershme, dhe kjo është gjë shumë e mirë për fëmijët. Pranë kësaj qendre marrin ndihmën e nevojshme rreth 64 fëmijë nga i gjithë qarku, që ndjekin terapi të personalizuara me qëllim përmirësimin e aftësive të tyre komunikative, sociale dhe të pavarësisë. Kemi një rritje të numrit të fëmijëve në qendër. Ne jemi një qendër që operojmë në të gjithë qarkun e Gjirokastrës, që do të thotë kemi fëmijë që vinë nga Bashkia Dropull, në Libohov, në Përmet, në Tepelen, në Memaliaj. Sot që flasim kemi rreth 65 fëmijë nga i gjithë qarku i Gjirokastrës. Nëpërmjet këtij aktiviteti synohen ndërgjegjësimi mbi sfidat dhe nevojat e tyre, duke theksuar rëndësinë e përfshirjes sociale dhe trajtimit të specializuar. Kjo ditë sjell në vëmendje edhe historitë sfiduese të prindërve që rrisin fëmijë me këtë spekter. Një prej tyre është edhe ajo e zonjës Bina Ganxha, e cila që prej moshës 2 vjeçare të djalit të saj kërkoi ndihmë profesionale dhe nisi terapitë specializuara, duke mos u dorëzuar asnjëherë. Ajo rrëfen udhëtimin e saj prej 8 vitesh forcë, durim dhe mirëkuptim, duke u kthyer në shembull dhe forcë edhe për nënat e tjera.
Ishte viti 2018 kur Bina Ganxha kuptoi se tek djali i saj 2 vjeçar diçka nuk shkonte. Mes pasigurive dhe frikës së një nëne, ajo nisi një rrugëtim të panjohur të mbushur me sfida, por edhe me shpresë. Sot, pas 8 vitesh përballje, ajo rrëfen një histori që flet për forcë, dashuri dhe këmbgulje. Që në moshën 2 vjeç. Kuptova që nuk po sillesh, nuk po përqendrohesh, po i pa përqendruar, nuk fliste, këto kishte. Në fillim e kam shpunë çerdhe, më thanë të vijan çerdhe, pastaj ato çerdhe u kuptua që ki donte. Pastaj ludha me qendrën dhe solla këtu. Dhe në shkollë kam mësuese ndihmëse dhe me mësuesen e klasës, është shumë mirë. Bina tregon rrugëtimin e saj për forcën, durimin dhe mirëkuptimin ndaj djalit, duke u kthyer në një shembull frymëzues për prindër të tjerë që përballen me sfidat e ngjashme. Kemi parë shumë përmirësime tek qendra. Unë jam shumë e kënaqur me mësueset. Sa herë ja vini? 5 herë. Mi djali është normal, se është në shkollë, këtu më foli, të gjë kupton, jam me kënaqur. Shumë e gëzuar, ka folur mami për të parë ka qenë moshën 3 vjeç. E tani që kemi kaluar kaq shumë vite, e kemi akoma të vështirë. Se nuk ndihemi mirë. Më pengon se duhet të jem pas tia. Nuk mund ta lë dot vetëm. Do të jem gjithmonë pas tia. Dhe ai gjithmonë do të kudo që të vete unë do jetë edhe ai me mua. Vetëm nuk e lë dot. Këto janë ato vështirësitë e një fëmije që është i veçantë. Mesazhi i saj për prindrit e tjerë është i thjeshtë por i fuqishëm, të mos dorëzohen kurrë dhe të besojnë tek fëmijët e tyre. Prindit që kuptojnë fëmijën që nuk është hiperaktiv me një fjalë, duhet ta sillin në qendër, duhet diku të vënë. Se bën mirë për fëmijën e vet, po mos të ndrohen nga se është një ndihmë për fëmijën. Do shikojnë dhe rezultatet e tyre. Kjo është historia e një nëne që zgjodhi të mos dorëzohej, një histori që tregon se dashuria dhe përkushtimi mund të kapërcejnë çdo vështirësi, duke u kthyer në një dritë shprese për çdo që kalon të njëjtin rrugëtim. Në ditën botërore të autizmit, qeveria shqiptare njoftoi masa të reja mbështetëse për familjet e fëmijëve me aftësi të kufizuara. Pagesat mujore do të dyfishohen për 11.000 fëmijë, ndërsa rreth 14.000 kujdestar dhe ndihmës do të përfitojnë njohjen e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Këto vendime kthejnë në praktik angazhimet e Shqipërisë në integrimin evropian dhe ofrojnë mbështetje konkrete për fëmijët dhe familjet e tyre. Qeveria shqiptare do të dyfishoj pagesën mujore për 11.000 fëmijë me aftësi të kufizuara, si dhe për herë të parë do të njihen sigurimet shoqërore dhe shëndetësore për rreth 14.000 kujdestar dhe ndihmësit e tyre. Gjatë aktivitetit pakart në Pedonale, në Berat, Ministrja e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, profesore Ervis Sala, bëri të ditur se për herë të parë do të dyfishohet pagesa mujore për personat me aftësi të kufizuara, një ndër nismat më të rëndësishme në mbështetje të tyre. Sot po lançojmë planin kombëtar të veprimit për persona me aftësi të kufizuara për vitin 2026-2030. Nuk është vetëm një angazhim politik, është një detyrim që kemi ndaj qytetarëve dhe ndaj rrugës drejt Bashkimit Evropian. Po finalizojmë paketën mbështetëse për dyfishimin e pagesës financiare për 11.000 fëmijë me aftësi të kufizuar. Dhe kjo përfshin disa kategori të fëmijëve, si me spektrën e autizmit, fëmijë të verbër, fëmijë tetra e paraplegjik, gjithashtu dhe me fëmijë me sindromën Down. Kjo është një garanci për të sotmen, po për më tepër është një garanci për të ardhmen. Jo vetëm një garanci financiare, por një garanci për zhvillimin, për edukimin e fëmijëve dhe për mbështetjen e tyre në familje dhe më tej. Zëvendës kryeministrja Albana Koçiu vlerësoi rëndësinë e këtyre nismave duke theksuar se për herë të parë do të njihen sigurimet shëndetësore dhe shoqërore për të gjithë kujdestarët e personave me aftësi të kufizuara.
qeveria shqiptare duke njohur si detyrim moral, por jo vetëm dhe për të lehtësuar akoma më shumë përditshmërinë e personave me aftësi të kufizuar, kanë ndërmarrë iniciativën për të njohur kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për kujdestar të cilët nuk janë vetëm prindër, janë edhe persona që kanë në kujdes fëmijë apo persona me aftësi të kufizuar, për të cilët kemi një detyrim moral për t'u garantuar një pension dinjitos, por patjetër dhe për t'i ofruar gjithë ndihmën dhe mbështetjen që skema e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore do duhet të ofrojë për të gjithë qytetarët e vendit. Ndërsa ministri për pushtetin vendor, Ervin Demo, vuri në dukje rolin kyç të qeverisjes vendore në zbatimin e këtyre politikave, duke theksuar nevojën për bashkëpunim dhe koordinim më të fortë mes nivelit qendror dhe atij lokal. Berati është me fat që ka dy qendra, si qendra Unë jam si ju dhe qendra Lirat, cilat realisht ofrojnë shërbime që janë shumë domosdoshme në territor. Dhe ne dim shumë mirë se si nevoja në territor duhet marrë një përgjigje duke krijuar sinergjitë e duhura, qoftë me politikat e qeverisë qendrore dhe me instrumentat financiar që vinë nga këto institucione, por patjetër duke krijuar sinergjitë me shërbimet që vetë bashkitë ofrojnë. Dhe fati i mirë është që ne tashmë kemi bashki që kanë mundësi financiare dhe vetë reforma territoriale do krijojë hapësira dhe mundësi të reja që bashkitë fokusohen dhe më shumë në këto shërbime që janë shumë të rëndësishme. Këto vendime përkthejnë drejt për drejt në praktikë angazhimet e Shqipërisë në procesin e integrimit evropian, duke sjellë politika konkrete që mbështesin realisht fëmijët me aftësi të kufizuara dhe kujdestarët e tyre. Në ditën botërore të ndërgjegjësimit mbi autizmin, ministra e arsimit Mirela Kumbaro përgëzoi nxënësit me aftësi të veçanta për arritjet e tyre dhe shprehu mirënjohjen për mësueset e arsimit special. Kumbaro tha se mësueset e arsimit special çdo ditë kujdesen, mbështesin dhe orientojnë nxënësit me aftësi të veçanta në shkollat tona. Janë 2670 mësues ndihmës që sot japin kontributin e tyre të vyer në këtë rjet, duke siguruar gjithë përfshirjen brenda sistemit arsimor, si dhe duke krijuar sensibilizim të nxënësve të tjerë përmes aktiviteteve dhe fushatave ndërgjegjësuese, theksoi Kumbaro. Dita botërore e autizmit synon të rrisë ndërgjegjësimin lidhur me çrregullimet e spektrit të autizmit dhe përmirësimin e jetës së atyre që jetojnë me autizëm. Kjo ditë botërore synon të tërheqë vëmendjen lidhur me nevojën për programe inovative të krijuara për të mbështetur të rinjt me autizëm në tranzicionin për në moshën e rritur dhe që të jenë pjesëmarrës me të drejta të plota në agjendën e zhvillimit të qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara si agjent të ndryshimit, por edhe si përfitues. Pranvera ka sjellë turistët e parë në zonat rurale në Gjirokastër, duke hapur sezonin turistik dhe rritur interesin për bujtinat lokale. Vizitorët nga vende të ndryshme shprehen të impresionuar nga mikpritja, natyra e paprekur dhe qetësia rurale. Rezervimet për muajt në vijim janë në rritje, duke krijuar pritshmëri pozitive për turizmin rural dhe zhvillimin e ekonominë lokale. Pranvera ka sjellë lëvizjet e para të turistëve në zonat rurale të Gjirokastrës, duke shënuar një nisje të hershme dhe premtuese të sezonit turistik në këtë qark. Rritja e vizitorëve po shihet si një tregues pozitiv për zhvillimin e turizmit rural në zonë. Në fshatin Asim Zeneli, familja Shuaipa e njohur prej vitesh për ofrimin e shërbimeve të akomodimit në bujtin, po mirëpret këto ditë turistë nga vende të ndryshme të Europës, përfshirë Italinë dhe Gjermaninë. Turistët e huaj shprehen të impresionuar nga mikpritja e banorëve, natyra e paprekur dhe qetësia që ofron jeta rurale në këtë pjesë të Gjirokastrës. Për shumë prej tyre vizita në Asim Zenel shihet si një eksperiencë autentike, larg destinacioneve të zakonshme turistike. Ne do të qëndroj vetëm 5 ditë në Shqipëri. Shfrytëzuam mundësinë për të ardhur, edhe pse nuk mund të qëndrojmë aq sa do të dëshironim. Është një vend shumë i bukur dhe nuk kemi plane të përcaktuara. Thjesht po lëvizim spontanisht dhe po ndjekim rekomandimet e njerëzve. Kështu përfunduam edhe në këtë fshat dhe jam shumë i kënaqur që erdhëm këtu. Është vërtet shumë bukur. Është era e parë që qëndrojmë në këtë bujtin. E gjetëm në internet, ka vlerësime shumë të mira dhe i meriton plotësisht, sepse mikpritja ka qenë e jashtëzakonshme. Njerëzit janë shumë miqësor dhe natyra është shumë e bukur. Është një rajon e parë këtu dhe po na duket shumë bukur. Shqipëria po na pëlqen shumë. Do të doja të kthehesha sërish këtu.
Tani është fillim pranvere dhe kam dëgjuar se në verë është shumë i ngarkuar me turist, por besoj se edhe atëherë duhet të jetë po aq i mrekullueshëm. Nga ana tjetër, administratori i bujtinës thekson se interesi për rezervime është në rritje dhe se kalendari për muajt në vijim është duke u mbushur me kërkesa të shumta. Kjo sipas tij krijon pritshmëri pozitive për një sezon të suksesshëm turistik në zonë. Ky sezon turistik ka nisur shumë mbar, sepse siç e patë edhe vetë juve, në muajin prill bujtina është full. Mi po kjo ne nuk në ka ndodhur vitet e tjera, sepse unë kam 5 vjetë që e menaxhoj këtë bujtinë dhe si vjetë mendoj që do të ketë një boom turistik, sepse kështu më ka ndodhur vitet e kaluara vetëm në qershor, korrik, gusht, dhe se tani që në prill, kjo është një shpresë e madhe se këtë vit do kemi një prurje turistike të madhe dhe ne do të kemi një punë dhe do të na shpërblet mundi që diesha që Ka rezervime për muajin? Kemi për muajin prill rezervime, kemi edhe për muajin maj dhe neve këtu nuk na vinë vetëm rezervime, por vinë edhe ata që aplikojnë në booking dhe njerëz turistë që nuk aplikojnë as me rezervime, as në booking dhe vinë në Gjirokastër për vizitë dhe duke parë bujtinën tonë që kemi edhe në internet, ata pajtojnë, shikojnë, u pëlqen dhe vinë. Ky zhvillim shihet si një tregues i rritjes së interesit për turizmin rural në Gjirokastër, i cili po fiton gjithnjë më shumë vëmendje nga vizitorët e huaj. Nisja e sezonit turistik në këtë mënyrë pritet të japë një ndikim pozitiv për ekonominë lokale dhe promovimin e zonave rurale të Gjirokastrës. Prej vitit 1967, data 2 prill, ditëlindja e një prej shkrimtarëve më të dashur për fëmijë, Hans Christian Andersen, është shpallur si dita ndërkombëtare e librit për fëmijë. Sot në këtë kuadër, Biblioteka Tasim Gjokutaj organizoi aktivitetin e titulluar Libri Miku Ynë. Fëmijët e Qendrës Kulturore Fato Berberi sot në kuadër të ditës ndërkombëtare të librit për fëmijë u bën pjesë e aktivitetit Libri Miku Ynë, ku përcollën pjesë nga krijimtaria e autorëve shqiptarë të huaj. Ishin Nisa Urita, të rritë thoshte për dita, mos u mbur e mos u mbaj, i thosh në shoqet e saj. Ishe mentuar edhe helmuar, se asnjëri se kish nderuar. Leshëra dredhur, mi krahëruar, e sytë e bukur, fort zgudulluar. Fjala dero bëhet ero, dhe shtëpia ngel patero. Për një më që ti se vë, fjala mik bëhet ik. Që bën kështu more besnik, a i thuet mikutik. Me zë të vrerosur, që të sheha jo punar. E nriti zërin në kup të qelit, kërkoj të nxirnin urdhëresa, me shpresë se do të animonin disa që merren veç me shkresa. Para kamerës son, ata u shprehën mbi rëndësinë që ka libri në jetën e tyre. Unë jam shumë e lidhur me librin sepse mua më pëlqen shumë të lexoj dhe të jem shumë tërheqëse ndaj librave. Pëlqen përralla, tregimet apo poezitë më tepër? Poezitë. Libri është shumë i rëndësishëm në jetën time sepse ai më jep shumë njohuri, më jep dije, më jep dritë. Libri është ai që të hap të gjitha dyert e jetës për të çuar dhe për të mboshtur udhëtimin e vështirë që të jep jeta. Libri është gjëja më e rëndësishme, është e gjithë dija, është e gjithë mësimi dhe ai të ndihmon që gjërat, pengesat e vështira të jetës të lehtësohen më shumë për ty. Mua më pëlqen shumë libri nga që dua të lexoj dhe të mësoj dhe mua më pëlqejnë më shumë librat me pralla. Për disa prej fëmijëve u shpërndan edhe certifikata si lexues të rregullt të saj, ndërsa pati dhe nga ata që sot hapën kartelën në bibliotekën Tasim Gjokutaj. Sot, pasi është dita e librit, unë kisha dëshirë të bëhesha anëtare e bibliotekës së QKF-s dhe unë mora librin në reagjyrshën e do shumë. Në ditën ndërkombëtare të librit për fëmijë, ne zhvilluam në mjediset tona një aktivitet për librin, për mikun më të ngushtë të fëmijëve dhe jo vetëm, sepse libri nuk na ndryshon thjesht ditën, ai na ndryshon komplet jetën. Ne jemi të lumtur që këtë aktivitet e bëm edhe pasi kemi rikonstruktuar bibliotekën tonë të titulluar Tasim Gjokutaj, sepse kishte kohë që Qendra Fato Berberi kërkonte një rregullim dhe një rikonstruktim të bibliotekës, sepse biblioteka është mjedisi ku fëmijët ndihen si në shtëpinë e tyre dhe ne në aktivitetin ton këtë donim
të përcjellnim. Këtë mesazh donim ti më shohim faktit që libri duhet të jetë gjithmonë pranë nesh. Prej vitit 1967, data 2 prill, ditëlindja e një prej shkrimtarëve më të dashur për fëmijë, Hans Christian Andersen, është shpallur si ditë e veçantë e nxitjes dhe inicimit të dashurisë së leximit te lexuesit e vegjël. Cirku kombëtar u rikthye në skenën e teatrit Gjirokastër Zihni Sako me 12 numra artistik për fëmijët e qytetit. Aktiviteti u prit si një festë e vërtet duke sjellë momente gëzimi dhe argëtimi për fëmijët. Cirku kombëtar ishte pjesë e kalendarit kulturor të bashkisë në këtë fillim prilli. Cirku kombëtar u rikthye në Gjirokastër duke sjellë në skenën e teatrit Zihni Sako një program argëtues me 12 numra artistik dedikuar posaçërisht fëmijëve të qytetit. Salla e teatrit u mbush me të vegjëlit, të cilët ndoqën me entuziazëm interpretime të plotë ngjyra, humor dhe aventura. Në skenë ngjitën akrobat dhe interpretues me litare rrath, duke sjellë një atmosferë të gëzueshme dhe dinamike. Artistja e cirkut Ebi Demollari, e cila vjen për herë të parë në Gjirokastër, shprehu emocionet e saj duke theksuar se publiku i vogël i qytetit është gjithmonë i veçantë dhe i ngrohtë. Për mua është hera parë, por për cirku nuk është hera parë që vjen dhe jep shfaqjen në Gjirokastër. Shumë të lumtur i bashkë edhe të habitur, se ndoshta ishte hera parë që shohin cirk, po në përgjithësi shumë mirë. Aktiviteti u konsiderua një festë kulturore e mirëpritur, sidomos për publikun e vogël, që larg ekranit e telefonit përjetoi nga afër magjinë e artit të cirkut, duke duar trokitur të fortë dhe duke treguar edhe numrat e tyre të preferuar. Mam që shumë shfaqje të cirk, edhe numri i preferuar është një miliard. Numri i preferuar që Kjo vizitë e cirkut kombëtar vjen si pjesë e kalendarit të aktiviteteve të bashkisë Gjirokastër në këtë fillim prill. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë, miru takofshi.